Po, tash, ju këtë pyetje shumë interesante është që të ta përmbyllim me një mesazh, është pyetje interesante që parashtruhet. Faktikisht parashtruhet pyetje për jetën, për lumturinë, për synimet tona, sa si e kuptojmë në jetën. Siç dihet, jeta është një përvojë ndërlikuar dhe dinamike, që përbëhet nga momente gëzimi të njeriut, nga sfidat të ndryshme me të cilat ballafaqohet njeriu, nga emocionet të ndryshme të cilat i përjeton edhe atë kuptimin që e ka. Disa e shohin jetën, siç e dini, si një udhëtim të shkurtër mes lindjes dhe vdekjes, pra njeriu lind dhe vdes. Disa të tjerë pra jetën e shohin si një mundësi ku njeriu i jepet për të mësuar leksione të caktuara,